Tani do të shkojmë shumë larg, atje ku vendosen fatet e popujve, fatet e botës. Do të shkojmë në selinë e OKB-s në New York. Përpara se të merrej vendimi për armët kimike në Shqipëri, atje është zhvilluar një mbledhje e ngushtë e përfaqësuesve të fuqive më të mëdha të botës. Historinë e kësaj mbledhje dhe zhvillimet pasaj do të keni mundësinë t'i ndiqni tani. Përshëndetje, unë jam Amerikan, ne kryesorët jemi të gjishe këtu, që që mendojmë të filloj. Jo, jam dhe unë kryesor si ju. Gjithë pa këtu, kush që ti? Unë jam Çuni, përfaqësoj Shqipërinë këto. Tuni, osta emli kineza, Tuni. Mate, Tuni, lai, te, Tuni, emli kineza. Atëre do fillojmë. Në fakt të Çuni e njoh dhe unë, se Çuni Shqipëria Çuni mi shumë. Da. Çuni mi shumë Shqipëria sepse me sa di unë, po e kam të sigurt që Çuni është një antar i NATO-s, shumë i rëndësishëm për ne, po nuk ka problemi. Problemi kryesori ynë është ku do t'i çojmë armët e Sirisë. Da. Dhe unë them gjithë se është shumë vonë për të është vonë. Çfarë mendon Rusia për këtë punë? Unë mendoj që armët e Sirisë ti demontojmë atje ku janë. Do të thënë ti demontojmë në Siri. Jo, jam dakord, jam kundra, Shqipëria është kundra. Ju lutem shumë, mos e merrni qafë Sirin. Pa ka vuajtur populli sirian. Pak vuajti populli sirian u helmua me kimin atje në vend? Jo, ju lutem, armët kimike ti marrim le? Lëreni qetë Sirin? Ju lutem, do t'i marrim le, ju lutem. Non. La situation de la planète est critique, la contamination globale de la boucle d'eau problématique. Ju Shqipëria jeni sëp. Jeni sëp, s'keni drita se ju keni drita, s'keni ujë se ju keni ujë. Va, chez le petit. Misérable. Jo, ato s'keni ujë, s'keni drita, I keni vetë ju, skuze mua atë drejqit s'ku. Tuna, ne njohim Tuma Mila Cipalia. Da. Ne zona Cipalia, Tuma Alma Cipalia, plasi Galdeti, buma. Shëmirë, atëhere, çfarë propozon Kina, çfarë propozon Kina? Kina propozon që Alma ta t'i çona në Grecia, ishulli Gleku, atje ele nuk e lexikohet çoçelia ele populli Gleku. Jo, protestoj. Shqipëria s'është dakord. Ju lutem shumë, jo në Greqi. Po Greqia është vend historik, është vend epik, po ju lutem shumë, si mund të çoni armët atje? Po bën vaki, mos e dhënë zoti, ndodh një incident si sa zotëria plas atje, jo re, të mos shkojnë turistët pasaj në Greqi, të hapet nami që atje ka armë kimike, edhe të mos shkojnë turistët në Greqi. Ju lutem shumë, s'bëhet fjalë, Greqin lëririn e rehat, I marrim ne, ç'keni ju? Çuni, si do të bëjmë atëherë, si do të bëjmë? Po prandaj jepni ne, që tani do I marr me vete, ku janë mi silli këtu, I du me vete. Oj, janë me mira tonë. Pas ka probleme se I marim ne I shpërthejmi qajmë vera tu s'ka probleme vla. Tuni, caje ka Kina caje, doni caje kineti? Çuni, пожалуйста, mladjec, пожалуйста. Ju nuk popull, jo, ju jeni popull, thoni miqësia e pathyeshme, po ju nuk e mbani miqësia. Nuk di se të flas njeriu me ju. Atëherë kam një propozim, Amerika propozon. Da. Armët shkojnë në Norvegji, ngroja globale, shumë ujë dhe arma kimike për të shpërbërë, do shumë ujë, shkojnë në Norvegji. Amerika, të dua shumë, po jo në Norvegji.
Po që të qoni në Norvegji, pa i mbahet për peshkim, po ju lutem shumë, mos e merrni në qaf. Ja u helmua deti, ma ja u qoni ndërmend të helmojnë peshqit, karkalecat, po fokat, more, po u helmuan fokat, çfarë bëhet? Prandaj duhet i marrim ne s'kemi foka, ne marrim armët kimike, dum armët kimike, dum armët kimike, tani. Një sekund. Si do të bëjmë? Because we are too late. Shumë vonë. Jeni vonë, mi jepni mua. Ore, ne kemi vendosur, këtë lodhen ju. Ne kemi marrë vendimin dhe kemi të pa negociushëm. I dum tani i dum. Excusez-moi, Djelësh, se ju keni dhe një këngë shumë të bërën në Shqipëri, që thot, i thua jo, të pak të në vetëm sonte, i thua jo. Se populli për shmëndet. Unë propozoj që ne armët kimike të sjellim në Francë. Më fal, nuk e kuptoj. Si ti francez guxon e flet në emër të popullit francez, se kuptoj tash. Më fal, po në emër të popullit e kemi ne në kulturë dhe edukat të flasim. Ju lutem shumë. Ti do t'i qosh Francës, vendit të kulturës, të modës, e kupton do t'i qosh armët kimike, lërmë të qetë Francën, a i sillin ne, po i duam ne, mërva, i duam ne. Atëre, kush mendon që armët kimike të shkojnë në Shqipëri? Dakord. Atëre, të falenderoj shumë Shqipëria dhe unë të ftoj të gjithë pjesëtarët e OKB-s të këndojmë një këngë të bukur shqiptare për gjithë shqiptarët. Kur duhen ushtar, unë dal vullnetar, i ki pa merak, luftoj në Irak, i ki pa merak, luftoj në Irak. Qeri vogël qer, ti po në bënder, sa her jeni keq, si kletin na heq, sa her jeni keq, si kletin na heq. Po kërkoj usta, jeta kështu e ka, kur ju shoh me nën, ju quaj baba, kur ju shoh me nën, ju quaj baba. Saro more sar, nga ne toke shqar, tina prano hemet, ne t'japim dollar, tina prano hemet, ne t'japim dollar. Barkun kush mangop, bëhemish për top, edhe helmin toj, unë e pi si uj, edhe helmin toj, unë e pi si uj. Që nga jetë e mot, kështu ka qërë kjo bot, punët janë ndar, posa dhe zagar, punët janë ndar, posa dhe zagar. Në emër të gjithë OKB-s, unë të përgëzoj për këtë nizëm që more të pranosh armët e Shqirisë në Shqipëri. O, Amerika, të thashun ty që do i marrë armët kimike? Po. Da. E po, analim loje. Se? Po mua më bëjnë presion!